Beni gati? Gati jena. Zotëri Haradinaj, po bëni sot regjistrimin për legislaturën e ardhshme, ju ka rati ndroni shpesh legislaturat këto kohë për zgjedhje, mbrëm nuk ka arrit një marrëveshje edhe në një takim të radhës, megjithëse u përmend edhe partia juaj, si e keni parë këtë zhvillim? Faleminderit. Besoj se situata është si vijon. Pra qytetari ka votu, populli ka votu. Sot jemi deputet të zgjedhur. Ky rezultat kërkon bashkë vendimarrje, ose vendimarrje të përbashkët. Nuk i ka dhënë një shumicë të duhur partisë fituese dhe kuptohet për të arritur në krimin e eleksioneve kërkohet vendimarrje e përbashkët. Ajo që kem pa deri tani është një pozicion i qartë që nuk ofron bashkëvendimarrje ose vendimarrje të përbashkët, po ajo është ofruar opozitës për përfitimin në pushtet, pra me i dhënë përfitime ose pjesëmarrje në pushtet. Kjo nuk e reflekton rezultatin. Pra dallimin mes numrit të deputetëve shqiptar, po flas, të pozitës dhe opozitës, nuk është aq i madh sa që vetëm fituesi i zgjedhjeve të mban vendimarrjen. Për me thjeshtu edhe më shumë, nga dy postet e para, në këtë rast kryeministri që është posti kryesor, sepse udhëheq qeverinë, ekzekutivin, dhe presidenti, njëri nga të dy postet, në bazë të rezultatit zgjedhor, i takon opozitës. Ai që ka fituar zgjedhjet, nëse ka logjik demokratike, e lexon kështu rezultatin e zgjedhjeve. Pra e lexon se është i tillë. Nëse ka logjik regjimi, që në fakt kjo logjik po ndodh me Kurtin, ai nuk dëshiron vendimarrje të përbashkët ose ndarje të vendimarrjes, sikur se dim ne jemi republikë parlamentare, edhe pushteti janë ndame, parlamenti, ekzekutivi, edhe presidenca, gjyqësori në fakt, po presidenca është institucioni që unifikon vendin. Kurti po i kërkon të gjitha situatat ose pozitat ose institucionet vendimarrëse për vete dhe në një farë mënyrë po synon me poshtru opozitën, duke i ofruar vetëm përfitime të pushtetit, pra vetëm pjesëmarrje në qeverisje. Kjo nuk është ashtu si ka vendosur qytetari, kjo logjik, pra është logjika e regjimit. Këta udhëheqët e regjimeve totalitar friksohen nga bashkëvendimarrja ose nga ndarja e vendimarrjes. Unë mendoj që opozita mundet me ndihmu në krimin e eleksioneve, por kuptohet duhet të ketë bashkëvendimarrje, jo vetëm marrje pjesë në ekzekutiv, që nënkupton pra vetëm përfitime për pushtet. Nënkupton kjo që edhe nëse ka një marrëveshje me LDK-n, ata nuk do të jenë mjaftueshëm të fuqishëm për të marrë vendime dhe po ashtu dje ka ftuar që të bëhen një pishman në një farë forme si aleancë dhe të merrni pjesë në takim, duke referuar zotëri Regjinit në disa raste si kryetar komune dhe më pas duke plotësuar edhe si kryetar partie. Çka nënkupton kjo referencë për juve? Tani kryetari i aleancës, Ardian Gjini, ka ushtruar shumë funksione, është kryetar shumë i suksesshëm i komunës Gjakovës, edhe shihen zhvillimet në Gjakovë, po tregu edhe kryetari i suksesshëm i partisë që udhëheq, ka dëshmuar me rezultat. Pra më njëherë kemi ngritje, që është një situatë e re, por dallimi është shumë i thjeshtë, po mos e harrojmë gjithë. Bëhet fjalë, a pranon, a e lexon rezultatin udhëheqi i regjimit si bashkëvendimarrje apo jo. Nëse nuk e pranon se rezultati është bashkëvendimarrje, nuk ja ka dhënë qytetari i Kosovës votën për vendimarrjet si vetëm, për të udhëhequr në gjitha institucionet e vendit, për të pasur një kontroll absolut, ndoshta me arsye. Pra ja ka zbrit votën, është e vërtetë që në përqindje ka, po ja ka zbrit qindra mijë vota. Nëse ai nuk e lexon kështu, i bjen që është e kotë, pra edhe mbajtja takimeve dhe çfarë do po e quaj arsyetimi publik. Është më së thjeshtë. Nuk mendoj që opozita e ndihmon Kosovën duke u bë pjesë e qeverisë Kurti vetëm për përfitime të pushtetit.
opozita kishte mujt me ndihmu Kosovën, duke u bë pjesë e vendimarrjes. Pra, ky është dallimi, Aleanca nuk shënon, pra në asnjë variant vetëm përfitimet e pushtetit, por nëse kemi rol me ndihmu Kosovën në krijimin e institucioneve, në ndarjet vendimi ose në bashkëvendimmarrje, atëherë po. Zoti Haradinaj tha që njëra propozit i takon opozitës, në këtë rast presidenti. Jo, nuk është presidenti, njëra. Pra në marrëveshje me partinë fituese, mundet partia fituese me drejt, pra me kërku kryeministin, por mundet edhe me lëshu rrugë, dikush nga opozita mu bo kryetar qeverie, për shkak se ndërtimi i institucioneve në kupton edhe zgjedhjen e presidentit dhe është bashkëvendimmarrje. Në këtë rast po duhet të pyet nëse presidenti propozohet nga LDK në këtë rast, a jeni gati me votu? Shiqeni, votat për presidentin e marrëveshje politike 2/3. Duhet të sqarohet pra a është një situatë e ndarjes së vendimeve. Pra nëse bëhet fjalë vetëm për pjesëmarrjen në pushtet, kuptohet se s'kem se me u kyç në diskutime. Ju falenderoj.